Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wahdahu wassalatu wassalam ala man nabiyya ba'da. Allahun e falenderojmë dhe njëkohësisht dëshmojmë se nuk meriton askush të adhurohet me të drejtë përveç Allahut. Pastaj përshëndetjet tona më të ngrohta më të sinqerta janë për Muhammedin alayhis salam, familjen e tij të ndershme, shokët besnik dhe gjithë besimtarët deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, me lenin Allahut, sot do flasim për një emër tjetër të Zotit, emrin e Allahut, të cilën pothuajse pas emrit Allah është emri më së shumti i përdorur nga muslimanët, është fjala për emrin e Allahut Ar-Rabb, do të thotë Rabb, që ne e lutim Allahun. Andaj kem thonë arsyeja pse po i shpjegojmë emrat e Allahut, e ka një karakter që ne përmes kësaj njohjes të përmirësojmë besimin ton dhe të përmirësojmë kualitetin e adhurimeve tona. Zatën ka ardhur në hadith ku potencohet se veprat më të dashura tek Allahu, cilat janë hadithe thotë Allahu don kur një rob e kryen një punë me përsos ata. Andaj përparësi më të madhe se sa me përsos adhurimin ton nuk ka asnjë punë, sepse qëllimi që na kemon këtë dunja është që me adhuru Allahun. Andaj misionin kryesor duhet me mundu me përsos në mënyrë sa më të mirë të mundshme. E qysh arrihet kjo me lehtësi? Duke e njohur Zotin ton, duke i njohur emrat dhe cilësitë e tij. Andaj emri Rabb është prej emrave me të cilën njerëzit, do të thotë muslimanët dhe pastaj të gjithë pejgamberët vllazni e kanë lutur Allahun më së shumti. Do të thotë është për emrave që më së shumti janë drejtuar Allahut me këtë emër, sepse ky emër ka një cilësi e cila është shumë e fuqishme, por edhe është e nevojshme për neve me ditë, sepse pastaj kjo reflekton besimin ton, sepse pastaj adhurimin që ne e bëjmë do të ndikohet në imanin ton. Të nderuar vëllezër besimtar, janë tre emra që janë baza e emërtimeve të Allahut. Dhe këtë për me pa dhe me kuptu e gjejmë në surën Fatiha. Qysh fillon sura Fatiha? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Falënderimi i takon kujt? Alhamdulillahi. Falënderimi i takon Allahut. Lillah është emri Allah, vetëm se vjen me një formë tjetër, po është emri Allah. Rabbul Alamin, i cili është Zoti, krijuesi, sunduesi i krejt gjithësisë, Ar-Rahmanir Rahim. Do të thotë tre emrat e parë i kanë hyrje të surës Fatiha dhe jo rastisht Allahu ka bërë këtë renditje që neve më na kallëzu se kështu janë këta emrat më të rëndësishëm të Allahut. Andaj në këtë drejtim, çfarë kuptimi ka emri Allah? Kuptimi gjuhësor që kanë dhënë dietarët për emrin Rabb është një kuptim i cili në vije në formë sërimit është Zoti i cili kujdeset për çdo gjë. Ai i cili kujdeset për çdo çështje edhe në këtë drejtim jo vetëm se kujdeset, mirë po mundohet, është ai i cili i përmirëson veprat tona, ai i cili e përmirëson jetën tonë, ai i cili është në kujdesje të vazhdueshme. Andaj kur ti e din se Zoti jot e paska këtë cilësi që për ty kujdeset për jetën tonë, kujdeset për familjen tonë, për pasuninë tonë, atëherë domosdoshmërisht në zemra jote ka mu lidh me këtë cilësi të Zotit më shumë. Pse? Se Zoti jot paska një cilësi shumë të veçantë e që ndikon në zemrën tonë, e që është ajo që kujdeset për neve. Andaj çfarë forme të kujdesit ka? Dietarët kanë thonë, të nderuar vëllezër besimtar, dy lloj kujdeses. E para është kujdesi material apo edhe fizik. Do të thotë Allahu kujdeset që ty mos më të ndodhë diçka, mundohet Allahu e punon që ty me ecë përpara, me përmirësu, me u zhvillu jetën tonë dhe ti me pas shëndet, dhe kjo mund me kon e karakterit përgjithshëm. Dhe kujdesi i dytë apo i lloji i dytë është kujdesi që ka të bëj me udhëzimin. Allahu të ruan ty që mos merron mëkate.
truan ty dhe kujdeset për ty që ti me pas mjaft iman që me trupe zjarrit xhehenemit. Kujdeset që ti me mujt me i fal namazet me lehtësi, me agjëru, me kry obligimet që të kanë ngarku. E ky kujdes a është për këtë njerëzimin? Jo, është kujdes i veçantë të cilën Allahu e ka rezervu për një kategori të veçantë njerëzve. Ata janë muslimanët. Ata të cilët e adhurojnë Allahun, ata të cilët i janë nënshtruar Allahut me besim, dhe në këtë drejtim kjo paraqet në kujdes më të madh se sa Allahu ty me ta dhon ku më ditë këtë pasuninë e dunjas. Por dikon ndoshta kjo është keq kuptim, mirë po ka unë hadith pejgamberi sa po thot vetëm sunneti i sabahut ka vlerë më të madhe se dunjaja dhe çka konto. E ulemaja, do thot dietarët, kur e kanë interpretuar këtë hadith kanë thonë, dhe këtë po bazohen atë Sheikh Utheminin, i cili ka thonë, sunneti i sabahut ka vlerë më të madhe se dunjaja çka konto, prej krijimit të botës deri në fund të botës ka vlerë. Sunneti i sabahut. Andaj kujt Allahu që ka unë iman, dhe Allahu kujdeset që m'ia rujt imanin, edhe ja ka lecu namazin, ja ka lecu agjërimin, ja ka mundsu më orë në xhami, Allahu është duke kujdes për këtë besimtar fuqishëm, është duke kujdes atshëm dhe është duke don u marr me ty që ty me ta forcu imanin, që ty me ta mundsu që me këtë adhurimet me të cilat ti e ngarku dhe që ty me të largu prej mëkateve. Andaj kur robi e një Zotin e tij, e një Allahun përmes kësaj cilësie që ai kujdeset për neve, vëllazni, zemra do të me lupe i vendet. Zemra do të me lupe i vendet prej dashnisë. A Allahu që shtu për mu për kujdes ka? A Allahu don e paska në agjend çështjen time, e paska në agjend çështjen familjes time, e paska në agjend shëndetin tim, atëherë besimtari, vëllazën besimtar nuk ka mundësi me konë i shkujdesën, mos me reflektu kërshik të realiteti, mirë po çfarë do të nxiton që ti kryej adhurimet që Allahu ka ngarku me to, të largohet pe haramet që Allahu ka kërkuar që më largu. Andaj emri Rabb të ndërua vëllazën besimtar është një pe emrave më të mëdhaj që Allahu i ka dhe duhet drejtuar Allahun me këtë emër. Tash kur e njohim emrin Rabb të Allahut, tham se ai ka këtë emën i cili nuk kupton kujdes, që kujdeset për neve, për imanin çështjen tonë. Mirë po momentin që ti e din këtë emër të Allahut, automatikisht ti duhesh me i lidh edhe disa emra të tjerë të Allahut që lidhen me emrin e Allahut. Për shembull Es-Semi. Allahu është ai që dëgjon çdo gjë. Ar-Razaq është Allahu që furnizon El-Muqit, dhe pastaj e ki emrin El-Basir, El-Khaliq. Gjitha këto emra lidhen me emrin Rabb, pse ai është që dëgjon, ai është që sheh kush ty po të bën padrejtësi, është ai që i sheh nevojat e tua, është ai që i din problemet e tua. Andaj sa më shumë që ne informohemi dhe morëm pe diturisë fetare mbi emrat e Allahut, imani ynë do shkon duke u kompletuar, do shkon duke u formsuar, edhe domosdoshmërisht pastaj zemrat tona kanë për të prodhuar një ibadet i cili do të jetë shumë më ndryshe se sa para se mi ditë emrat dhe informacionet që lidhen me emrin e Allahut. Të nderuar vëllezër besimtar, ne në adhurimet tona ndodh që ka herë golet e dunjas, problemet personale, borxhat, shëndeti, gjitha na bojnë me haru dërësa realitete. Mirë po, kur jemi te emri Rabb, mos të harrojmë se emri Allah është emri e Allahut Rabb, është emri dhe cilësia që nuk kupton se ai kujdeset për neve. Ai na ka vënë neve në përkujdesin ton, neve dhe çështjet tona të dunjas dhe çështjet tona të imanit. Pastaj vëllezër besimtar, kjo çan nuk kupton se ne kur e dim që Allahu Zoti ynë Rabbul Alamin është në përkujdesje tonë, do të mi pas zemrat pak më të qeta, do të mi pas zemrat pak më të rahatshme, mos me kon zemrat tona të cilat kur ti thu po Allahu të ndihmoft vëlla. Lutë Zotin ti mos marr puna që më thon po çka tutje. Jo, besimtarën në momentin që i përmendet emri Allahut, do të më dridh zemra,
nuk ka fuqi që e sfidon emrin Allahut, nuk ka fuqi që mundson diçka me ndodh pa thonë Allahu. Andaj nëse ti e ke një gale edhe dikush thotë mbështet ju Zotit, ta ka dhënë këshill të madhe. Sepse ato fillon zgjedhja problemit tën. Mirë, po nëse te ke dyrt i ke kërsit, edhe ke harru mi drejtu Zotit, edhe ke harru që aty fillon zgjedhja problemit tën, a keni të lashët madhe me imanin tën. Keni të lashët madhe në imanin tën, sepse ti po harron se Allahu është qadirun ala kulli shay, është i gjithfuqishëm për çdo gjë. Dhe çfarë thamë ne? Se pejgamberët e kanë lutur Allahun më së shumti nëpërmjet emrit Rabb. Rabbana zalamna anfusana. O Zot, na e kem bë padrejtësi vetes tonë. Rabbana atina fid dunya. O Zot, jepna të mira dunya, wa fil akhirati, edhe në ahiret jep mira. Pse? Apo shehne që duhet shumë lidhen me emrin Rabb, dhe tham se ky emër është prej emrave që pejgamberët më së shumti e kanë lutur Allahun. Andaj edhe në këtë drejtim kjo do të më konë qasja jonë, mirë po ka buron do të më boru për një duas ku na themi Rabbena, o Zot, na jena të kënaqur që ti je Zoti jonë. Edhe Islami është feja jonë, edhe se Muhamedi a.s. është i dërguari jonë, e kur ti e ki këtë ndjenjë kënaqësisë, të përkatësisë tonë fetare, edhe kënd të adhuron, atëherë me lejen e Allahut ka për të reflektuar duke prodhuar dashuri, jo duke kuptuar. Shembull konkret, po na ndodh vëllezërve tonë kur i flasim për namazin, thonë bre shumë 5 vakte në këtë kohë, edhe po lodhem, a bën veç në xhumë morë. E nëse zemra jote nuk ka informacione të mjaftueshme se kush ty të ka kriju, kush për ty kujdeset, kush ty të ushqen, kush ty të udhëzon, nuk thuti shumë valla 5 vakte. Kur s'ki me thonë shumë 5 vakte, mirë po ki me thonë çka ka thonë Zoti, a ka thonë që është të po? O Allah, ne dëgjuam dhe u bindëm, kaq mjafton. Mirë po, mungesa e diturisë fetare dhe imani i cili nuk është ushqy me diturit mirëfillt, përdhën kësi qasje ku njeri pretend me u fal, pretend me krye obligime që Allah ka ngarku, pretend me dhon zakatin, se thot, sikur se po ndim ka herë që njerëz po thonë po paguaj tatim. Po kujt pi ato tatim? A e të dhon në thesat të Zotit, apo e të dhon pse të ka bë obligim? Nuk bën me përzi senet edhe kështu njerëzit në mungesë të imanit, e cila vije për diturisë fetare, pastaj reagojnë, thonë valla shumë 5 vakte, se po kem agjend ditore, po të njëjtit edhe pse vinë më fol me neve, pse e thonë këtë? Sepse kuptimet e fesë nuk janë të shnusha, ose nuk kanë marrë dituri të mjaftueshme, ose i kanë kuptimet të cilat janë të ndërtuara mbi keq kuptime dhe keq interpretime. Andaj vëllezër besimtar, Allahu për kujdeset për robërit e tij përgjithësi përmes emrit Rabb, në veçanti kujdeset për besimtarët që çështjet e tyre mos me met mrapa, që çështjet e tyre me ecë përpara, për kujdeset që ata me u zhvillu, me përparu. Andaj rrallë të sheh ndaj besimtar i cili Islami i tij e ka bë ato me mit mrapa. Përveç se nëse Allah ka vendosur për nyshe, çdo herë njëri sa herë të besim ka me ecë përpara, dhe ka me shku përpara edhe në dynjë edhe në ahiret. Po përmendni vetëm një hadith që me mujt zemrat tona me reflektu. Po thot pejgamberi alayhis salam, luftone varfnin me haxh dhe umre. Sot ndodh kur ti i thu dikujt a ke haxhin, thot po bëhet shtrajt. Se kontestojmë se haxhin është ca shtrajt. Mirë po, të njëjtin kemi po të vëzit një vetur më të shtrajt. E rol të sheh një njeri që ka bo haxh e umre që Allah ka spërvu me fakarallak. Pse? Se pejgamberi alayhis salam, që nuk kupton është udhëzim prej Allahut, po thot lufton në varfnin me haxh dhe umre. E në këtë drejtim, një njeri që ka dhonë pare caktuar në rrugt të Allahut, a ka mundësi që Allah pastaj me godit me fakarallak? Jo, vëllai, se është ai që cili përmes cilësisë të Rabb për kujdeset për punët tua. Ka mu kujdeset çat dinar që ti e ke shpenzu, ty më të kthy prej 10 fesh, e Allahu e lef na 700 fesh. Vetëm Allah e din pse, sepse ai për kujdeset për çështjet tona. Andaj Imam Shafiu ka thonë sikur të dinte robi se si kujdeset Allahu
për punët e tina, e ka thonë një fjallë sikur kishte për t'i shpërthy zemra. Qysh Allahu kujdeset për punët e tua. Andaj, nalë në vllaznim dhe meditoni për punët e juve. Se cilëm vetën e juve, edhe mendoni qysh e keni imagjinu ju me zjedh një problem, edhe qysh ka përfundu, sikur mos të shkon Allahu kur s'ke shoh atje. Mirë po ka qenë për kujdesi Allahut që të ka shtinë në për disa rrugë, mirë po në përfundim ta ka unë në përfundim të hajrit. Andaj Allahu me cilësinë e tij Ar-Rabb është që kujdeset për robërit e tij edhe përpjeket që punon që çështjet e muslimanëve me përparu dhe me u zhvillu. Zoti shpërblet përmendje, bëm gati për namaz xumos.